Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar nga 7 gjunahe shkatruese, që janë gjunahe më të mëdha, dhe pa dyshim se ka edhe gjunahe më mëdha tjera, nuk janë vetëm këta. Po, këta janë, si me thonë, ata më të mëdhojat. Prej të mëdhojave janë këta më të mëdhoja, edhe mund të ketë edhe tjera, sikur mos respekti prindërve, që gjithashtu janë prej gjunahet më të mëdhoja. E para është shirku ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është gjunahu më i madh, dhe Allah azza wa jall e fal çdo gjunah nëse ai do, përveç shirkun. Kush vdes me shirk, Allah azza wa jall nuk e fal atë person. Inna Allah la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah me të vërtet nuk e fal atë person që i bën shirk atij, dhe e fal përveç saj kanë të doj. Dhe me therë kurban për dikën tjetër përveç Allahut, ose me ranë sejdë për dikën tjetër përveç Allahut, e kështu me radhë, këta janë gjithashtu prej shirku ndaj Allahut xhalla fi ula. Dhe shirku mund të jetë ose i fshehur, sikur që është syfaqësia e rria, ose me lon vepra për shkak të njerëzve, ose është shirk i dukshëm, sikur ata që shkojnë te varret e njerëzve të mirë dhe kërkojnë prej tyre dhe u lutën atyre, kështu me radhë. Dhe e dyta është es-sihr. Es-sihr është magjia, dhe magjia ndodh. Allah azza wa jall ka treguar në Kur'an, do të thonë se magjia është e vërtetë, por nuk ndodh vetëm se me lejen e Allahut. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Ata nuk i bëjnë dëm me të askujt përveç se me lejen e Allahut. Dhe sihr ka ardhur prej fjalës që ndodh e fshehtë. Domethënë ai magjistari kur e bën sihrin e tij, ti nuk e sheh. Ai e bën në mënyrë të fshehtë. Pastaj ndikohet ai person që është bë sihr, magji, ndikohet dhe me shku te mjeku s'në shef asgjë se çka i ka ndodhur atij. Pse se ndodh në mënyrë të fshehtë. Dhe kjo ndodh me bashkëpunim të shejtanëve. Do magjistari nuk mund me bë magji te personi vetëm se duke marrë ndihmë nga shejtani. Për këtë arsye magjistari është qafir, sa nuk arrin që këta shejtan me ndihmu atij në sihrin e tij, përveç se kur ai bën shirk ndaj Allahut azza wa jall. Vepron për këta xhind diçka që ata të jenë të kënaqur me të, sikur pret kurban, ose me shkel mushafin, librin e Allahut azza wa jall, Kur'anin me shkel, ose me bë gjëra tjera prej kufrit, atëherë ata kur të jenë të kënaqur me të, ata e shërbejnë atë. Do të ai shërben ata dhe ata shërbejnë atë. Dhe ai do të thonë bën nyje me qymet e personit, ose me diçka prej teshave të tij, ku është diçka prej trupit të tij, do të thonë, që me ndiku tek ai person. Edhe këta xhin do të thonë e ndihmojnë magjistarin. Për këtë arsye ai që bën xhi është kafir, është jo musliman, është kafir. Edhe ai person që shkon te magjistari dhe ai është kafir. Edhe ai thotë unë s'kam bën xhi, ai magjistari ka bën xhi, ama ti ke qenë i kënaqur me xhin, ti ke shku dhe i ke kërku. Do ajo grua që thotë burrim s'më don, s'ka interes për mu, i sheh vetëm gra tjera, çka më bë, hajt po i boj sihr që të lidhet prapë me mu. Dhe ai thotë unë s'boj diçka të keqe. Unë shkoj te magjistari, ai i bon, unë nuk di ai çka bon, unë veç po dua që burrim të mdet mu të kthehet prapë te unë. Edhe kjo kërkesa e saj dhe ajo që është e kënaqur me sihrin që ndodh, edhe kjo është vetë kufër. Dhe kjo grua ose ai burr që shkon te magjistari dhe kërkon prej tij magji, ai është kafir. Është kafir gjithashtu. Pastaj e treta është qatlu nafs, me vrani shpirt që Allah azza wa jall e ka ndaluar me vrah, përveç se me hak. Do të thonë nëse është hak prej hakut që Allah azza wa jall e ka leju me vrani shpirt, sikur për shembull ai që e vret dikën, atë shteti muslimanëve nuk i takon secillit vet me bo hakmarrje për shembull. Por kjo është diçka që i takon shteti muslimanëve.
ata e marrin atë person që ka vrar dikënd dhe e dënojnë me dënimin që takon atij. Aman ti me vrar dikënd, pse ai ka vrar dikënd, me bo hakmarri, domethënë kjo asesi nuk lejohet. Dhe Allah Azza wa Jalla ka thonë men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nas jami'an. Kush vret një shpirt pa shpirt tjetër, domethënë jo pse ai ka vrarë dikën tjetër, ose çrregullim në tokë, është sikur ai ka vrarë të gjithë njerëzit. Thonë vrasja është prej gjunaheve të mëdha dhe ditën e gjykimit e para gjë që do gjykojnë mesin e njerëzve është gjaku. Domethënë ai që ja ka dhënë dikujt gjakun e tij. Pastaj e katërta është me marr, me hëngër, me ngrënë kamatën, e riba. Kamata është gjithashtu prej gjunaheve të mëdha dhe ai që mirret me kamat, ai është në luftë me Allahun dhe me të dërguarin e tij në dynja dhe është prej arsyeve të dënimit në zjarr. Atëherë është shumë e rrezikshme puna e kamatës. Dhe Allahu Azza wa Jall e ka leju tregtin dhe e ka ndalu kamatën. Dhe kamata domethënë nuk të sjell ty bereqet në pasurinë tënde, po është pa drejtësi që ja merr dikujt. Për atë arsye njeriu duhet shumë të ketë kujdes nga kamata. Dhe në shumë shitblerje është fut kamata edhe ti as nuk e vëren. Për këtë ka nevojë muslimani me pyet para se të merr pjesë në ndonjë shitblerje ku ai nuk e din se a është e lejuar ajo. E pesta është me ngrën pasurinë e jetimit. Thonë ai që është jetim, ti duhet kujdesesh për pasurinë e tij, e jo atij me ja hëngër pasurinë e tij. Dhe Allahu thotë innal ladhina yakuluna amwal al-yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara. Me të vërtet ata që e ngrojnë pasurinë e jetimave me padrejtësi, ata vetëm se në barkun e tyre hajnë zjarr. Dhe jetim është ai që i ka vdekur baba i tij, jo nona, do thon baba, edhe ai është nën moshën madhore. Do thon para se më hy në moshën e el bulugh, moshën e bilugut. Dhe te kafshët është e kundërta. Jetim te kafshët është ai që i ka vdek nona. Pastaj e gjashta është e tawalli yawm az-zahf. Me ik nga armiku në ditë kur takohen dy ushtri. Ushtria e muslimanëve me ushtrinë e jo muslimanëve. Kur ballafaqohen dhe takohen, e atëherë me ik prej luftës është gjithashtu prej gjunaheve shkatruese. Edhe e shtata është me i akuzu gratë muslimane, gratë besimtare, të ndershme dhe të pafajshme, me i akuzu ata për zina, për imoralitet. Edhe kjo është prej gjunaheve shkatruese, prej gjunaheve më të mëdha, dhe ai që akuzon dikënd, qoftë besimtare gru ose besimtar burr, dhe nuk sjell 4 dëshmitar, ai konsiderohet gënjeshtar. Do nëse ti akuzon dikën për zina dhe nuk sjell 4 dëshmitar, atë ti vetë konsiderohesh gënjeshtar. Edhe gjunaqar, edhe nuk pranohet dëshmia jote asnjëherë, ku nuk pranohet, edhe duhet me marr dënimin e rrahjes me 80 kamxhik. Do të thonë kjo është dënimi atij që akuzon dikënd për imoralitet edhe nuk sjell dëshmitar. Do të thonë kjo çështja e akuzimit të imoralitet është bo aq e madhe, i është dhënë aq shumë rëndësi, saqë nuk mjafton 2 dëshmitar, sikur në shumë çështje tjera. Po duhet 4 dëshmitar me dëshmu. 4 dëshmitar duhet me dëshmu, do me thonë, për këtë gjë. Kjo tregon, do me thonë, se është çështje shumë e madhe dhe duhet me pas kujdes se shpesh njerëzit flasin, do me thonë, filani ose filania akuzojnë për imoralitet. Edhe kjo është shumë e rrezikshme, është prej gjinave më të mëdha.
Dhe ata e thonë këtë pa bindje, pa siguri, vetëm kështu akuzojnë dikën. Edhe përderisa nuk janë 4 dëshmitar, atëherë kjo akuzë konsiderohet prej gjunaheve të mëdha. Edhe Shekh Rabi thot këtu, largohu o musliman prej këtyre gjunaheve shkatruese. Dhe mos e ndyt veten tënd me diçka prej tyre, dhe kjo ka me të sjell ty hidhrimin e Allahut. Edhe gjithashtu hidhrimin e njerëzve, edhe që kanë ty me të konsideru si njeri, do më thonë, i ullët. Edhe dije se gjinahet e mdhoja janë shumë. Ata janë, si që ka thonë Ibn Abbas, ma afër 70. Jo 7, po ma afër 70-ës janë se sa 7. Dhe ka shkrujtur djetari Dhahabi, ka shkrujtur libër El Kebair, edhe libra tjera janë shkrujt ku janë përmendur këta 70 gjinahet e mdhoja. Edhe Allah Azza wa Jalla thon Kur'an, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Nëse ju rrini larg për gjinaheve të mëdha që ne vandalojmë juve, atëherë do ta fshim juve gjinahet e vogla. Kështu do të thonë besimtari duhet me pas shumë kujdes nga gjinahet e mëdha. Dhe Ibn Abbas ka thonë nuk ka gjinah të madh me pendim, as të vogël me vazhdim. Do thonë nuk ka gjuna të madh nëse ti pendosh prej tij, atëherë është fshi. Nëse pendosh, atëherë s'është më gjuna e madh, është fshi. Edhe gjuna të vogël nëse e vazhdon. Do thonë ai gjuna i vogël që ti e vazhdon çdo herë, ai bëhet i madh. Nuk konsiderohet më i vogël. Para të kanë thonë njeriu prej dietarëve që e kanë përmendur se kush është njeri i besueshëm, njeri i mirë, ka thonë ai që rrin larg prej të mëdhojave, edhe nuk vazhdon në të vogla. Ati jo me vazhdu çdo ditë gjëna të vogla me thonë po s'është gjëna i madh, është i vogël. I vogël nëse një herë e bën ose 2 herë e bën, ama ti vazhdon çdo herë të vogël, çdo ditë ka një gjëna të vogël, atëherë ajo konsiderohet gjëna i madh.